Dashi, një person që u ka pëlqyer prekosh, mund të japë më në fund një shenjë të qartë interesi. Çiftet përjetojnë momente pasioni dhe afrimi. Demi, dashuria bëhet prioritet. Një surprizë romantike ose një ftesë e papritur mund t'ju ndryshojë humorin për mirë. Beqarët kanë fat në njohje të reja. Binjakët, flirtet janë të favorizuara. Karizma juaj tërheq vëmendjen e të gjithëve. Një mesazh që e prisit prekosh mund të vërijë gjatë mbrëmjes. Nga forja, emocionet janë të forta dhe të sinqerta. Është dita ideale për të shprehur ndjenjat ose për të sqaruar një keq kuptim sentimental. Luani, sy do të jenë mbi ju. Një admirues sekret mund të ndalë në dritë. Në çift rikthehet pasioni dhe dëshira për të bërë plane të përbashkëta. Vygjëresha, dashura vjen në mënyrë të qetë por të bukur. Një bisedë e sinqertë mund të afrojë më shumë dy persona që kanë pasur dyshime. Peshorja, një nga ditët romantike të javës është për ju. Yjet favorizojnë deklarata, propozime dhe fillimet e reja sentimentale. Akrepi, mekanizmi juaj është i jashtëzakonshëm. Dikush nuk mund të rezistojë pranisë tuaj. Kujdes vetëm të mos luani me ndjenjat e të tjerëve. Shigjetari, një takim i rëndësishëm mund të ndezë një histori interesante. Mos qëndroni në shtëpi pasi fati sentimental ju pret jashtë rutinës. Biciapi, partneri kërkon më shumë vëmendje. Një gest i vogël dashuria do të ketë ndikim të madh. Beqarët mund të surprizohen nga një person i afërt. Ujori, komunikimi është çelëti i suksesit në dashuri. Një bisedë e vonuar prekosh sjell qartësi dhe afrim emocional. Peshqit, romanca është në ajër. Një ditë ideale për takime, darka romantike dhe momente të veçanta. Zemra juaj mund të rrafë më fort se zakonisht.